Vallaj patriot nuk mundesh me bo kryebet, se kryebeti nëse mund me të bo patriot, se atje lypet puna. Mirën ka pak me fjala, mos në Kosovë, reale që shtojnë, mirën ma shumë pak me fjallë, se kanë kohë ma shumë. Punën si punë nuk e bojnë që shdu në punu tetor. A që kanë me bo? Bisedojnë, pinë kafe, qaj, bisedojnë, nej që. Qysh është Gjermania? A ke punu atë kërë me punu? Jo, s'kon punuve që më shku të djemë, vanë ma e mirë s'kon. E pse i ledjem të me shku? Po, dyte ka... A të gëzu zemra për një jetë ma të mirë që shkun, a të dhimte që shkun, e lëshun venden? Jo, dhimë që djallë jam e ka kry kriminalistikën shkollën, në fakultetin në OB, këtë e ka 800 që. Edhe sot është në Suedi, punon kërë në Gjirosë. Me qëfar fjali për cilë për ngurbat? Ma të shtirë s'ka ku për shku ma zërë. Për prend, si babi kom thonë, këqëne, mendoni, familjen, prend atë dheun. Mos se hopni kur atë dheun, fëmija i folin shqip këtë, i din këtë, ama jeta është e tilë që është si o problem për prind. Me kon patriota edhe në gurbet? Apo, jo veç kur të vinë këto? Vallaj patriot nuk mundesh me bo kryebet, se kryebeti veç kuashtranë se kryebeti, se mund me të bo patriot, se atje lypet puna. Atje punon 8 orë, vjen shpinë banes, s'ka as kohë me dalas, më bo patriot, veç kuashtranë. E veç kur vjen këto? Po, veç për festa e pushime? Po, veç kur vjen tu, i marrin flamuret e prorisin. Është do me thonë se atje kontributet e japin për shtet, gjithmonë i kanë japin dhe japin gjithë, ama për shkakun më bo patriote edhe në punë dhe patriot atje veç kuashtranë. Atje veç punë, s'ka flamur, s'ka shqipoj, s'ka. Jo, valla, atje veç punë. Qka me në shqiptarit që të të një di krejt mas mirë te? Sa merën shqiptarit me punë të huja, jo me dvetat? Kjo është fjallë. Se ka ke pak edhe ma evropiante, ka kone edhe Ja, po, fjallë, kjo është si thonë zaj, gjithë konë botë. Mirën ka pak me fjallë, ama si në Kosovë, reale që shtojnë, mirën ma shumë pak me fjallë, se kanë kohë ma shumë. Punën si punë nuk e bojnë që shdu në punu tetor. A që kanë me bo? Bisedojnë, pinë kafe, qaj, bisedojnë, nej që. Edhe pa t'ja që se s'ponuat dhe për 300 euro, 250 euro, 300 ka halor rogë. Shka me bu me tu? E sa e kështë bute? Minimale në Kosovë, për një jetë normale? Ma vogla 600 euro, me e thjeshta rogë do është 600 euro po, për me pozë shka. Tani mi 600, sa të punojnë, që që më varet për vlerë të s'punit që shko. Që ka pak edhe luksin në këto? Jo, la luks kam këtë. Që sa në kohën që s'ka punë, dhe s'kur t'i shenë kafe kërejt full janë? Pa normalaj... Sa doli prej kafës? Jo, po shkojnë kafës. A, për shka? Kesh me ato 2 kolegët shkun, ato anë po shkojnë qëtash, në kafe normal, pauzën e kam qëtash. Pauzë, bile. Faleminderit shumë. Jo, përshëndetje, i kalon e mirë respekt. Termocentralet ishin edhe vetë çfarë plërë i bujnë. Komuna e ka patit edhe Kekun, se nuk po bashkëpunon Keku edhe niveli qendror me komunë të Biliqit. Pekshyrin, pse janë LDK, pse Xhafer Goshi është në qetër parti, mos me përkra. Na trego pak për jetesën në vendin tonë nëse më saktë është në Biliq. Jetesa është e mirë. O Biliqi ka ndryshuar gjithçka. E kemi një kryetar shumë të mirë, punon për gjithë popullin e Biliqit, pa marrë parasysh dallime politike ose etnike, gjinis. Vazhdojmë me të. Inshallah e përkrojnë apet o Biliqit se ka punu shumë për o Biliq. Cilat janë shqetësimet? Çdo qytet i ka të shqetësimet e... Shqetësime kemë për nivelit qendror, so kena mujtë me pa, s'na kam përkra as bërnzimje qendrore, që është orë për o Biliqin, se ka përkra. Kemë me termocentralet ishin edhe vetë, çfarë plërë i bujnë. Ka dame. E çfarë përgjigje keni marrë? Po non-stop sipas informacioneve që i kemë që qytetarë, komuna non-stop ju ka drejtësu qeverisë, Kekut, po s'kanë mërë hapa kurgjë. Sidomos për i qeverisë tashme që ke përpara se alet su zgjidhe reja, non-stop kena pas probleme me plerën shumë. Plerën për Kosovës B dhe Kosovës A. E tyme? Tymi për na pengon shumë po. A është kjo vërtetëm sa a veç... Është e vërtet, mëni me po dhe vetë, ko është edhe ovel, është edhe tem, e kene edhe Kosovën A, mëni me fokusu edhe me kamerë, në shënë plerën. Që sa ku i keni këtë, së mduket për gjamë të të që? Që 3 vjetë, dishka non-stop. Pej që ka orë kjo qeveris janë nivel qëndruar atje nalë, tash s'po du me dhonë koje shumë politike, po
s'kan muar mosa heq kur gjë për obiliqin për termocentrale. E përgjigja ju kanë dhënë, paktën me e ditë ka. Përgjigjet sipas informacioneve që i kam, komuna e ka patit edhe Kekun, se nuk po bashkëpunon Keku edhe niveli qendror me komunë të Obiliqit. Pe këshyrin pse janë LDK, pse Xhafer Goshi është në qetër parti, mos me përkro qytetin e Obiliqit. Me kryetarin jem shumë të knasht, e kanë ndryshuar shumë Obiliqin, shpresoj që ky popull e sheh vet, populli i Obiliqit e sheh çka ka ndryshuar në Obiliq. A mendon që, me sa ke ndëgju tash edhe ke pa, që qytetarët e Obiliqit e kanë po zgjedhjen e duhur? Zgjedhjen e duhur sa i përket kryetarit. Po, besoj edhe fuqishëm kanë me dal prapë me përkrahje se na vini kryetar që ka punuar shumë për Obiliqin. Pa marrë parasysh partia ke cëllën partijën njerëzit që për çdo lagje, për çdo familje, për çdo qytet, çdo fshat ka punu kryetari i komunës së Obiliqit. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit edhe juve. Vallai patriot nuk mundesh me bë grybet se grybeti se mund me të bë patriot se atje lypet puna. Mirën ka pak me fjalë, ama si në Kosovë reale që shtojnë, mirën ma shumë pak me fjalë se kanë kohë ma shumë. Punën si punë nuk e bojnë që shdu në punu 8 orë. Edhe që kanë me bo? Bisedojnë, pinë kafe, qaj, bisedojnë, nej që... Qysh është Gjermania? A ke punu atë kërë me punu? Jo, s'kom punu, që më shku të djemët, vanë ma e mirë, s'kon... E pse le djemë të shku? Po, dyte ka... A të gëzu zemra për një jetë ma të mirë që shkun, a të dhimte që shkun, e lëshun venden? Jo, më dhimë se djallë jam e ka kry kriminalistikën shkollën në fakultetin në OB, këtë e ka 890. Edhe sot është në Suedi, po nën kere në Gjeros. Me çfarë fjali për cilë për ngurbet? Ma të shtirë s'ka ku për shku ma zërë. Për prend janë kry si bob. Për prend si bob i kom thonë, këqëne, mendoni, familjen, prend atë dhejon. Mos e hopni kur atë dhejon, fëmija i folin shqip këtë, i din këtë, ama jeta është e tilë që është si o problem për prend. Me kon patriota edhe në ngurbet. Apo, jo veç kur të vinë këta. Vallai patriot nuk mundesh me bë grybet se grybeti veç kuashtranë se grybeti se mund me të bë patriot se atje lypet puna. Atje punon 8 orë, vjen shpinë banes, s'ka as kohë me dalas më bë patriot, veç kuashtranë. E veç kur vjen këto? Po, veç për festa e pushime. Po, veç kur vjen këtu, i marrin flamuret e prorisit. Është domethënë se atje kontributet e japin për shtet, gjithmonë i kanë japë dhe japin gjithë, ama për shkakun më bë patriotë edhe në punë dhe patriot atje veç kushtranë. Atje veç punë, s'ka flamur, s'ka shqipoj, s'ka. Jo, valla, atje veç punë. Çka mendon shqiptarit që thotë një di krejt mas mirëte? Sa merren shqiptarët me punë të huaja, jo me të vetat? Kjo është fjalë. Se ka ke pak edhe ma evropiante, ka konë edhe në vetë. Po, fjalë, kjo është si thonë zaj, gjithkohë botë. Mirën ka pak me fjalë, ama si në Kosovë reale që shtojnë, mirën ma shumë pak me fjalë se kanë kohë ma shumë. Punën si punë nuk e bojnë që shdu në punu 8 orë, edhe që kanë me bo?